Të dashur Matjanë dhe Matjan, nderimin tim më të madh për ju, mirënjohjen më të pakufishme dhe përshëndetjet më të përzemërta, për mbështetjen e madhe që më keni dhënë mua dhe Partisë Demokratike, për qëndrimin e matit ndaj historisë, kontributin e tij në historinë kombëtare. Të dashur miq, sot ne mblidhemi këtu në një ditë që është dita e të rënëve të kombit. Ndaj dhe ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje të rënë të gjitha kohërave të kombit shqiptar, të cilëve sot ne u detyrohemi më shumë se kur të rikthejmë lirinë dhe dignitetin e shqiptarëve. Lavditrën dhe të kombit tonë.